U shfaq në video me diçka që dukej si armë në shkollë. Policia kontroll banesës së 15 vjeçarit ishte lodër. Policia ka kryer kontrollin në banesën e një 15 vjeçari në Tiranë, pasi ishte shfaqur në një video në rrjetet sociale me një send që dukej si armëzjarri. Ajo çka gjeti policia sipas njoftimit ishte një lodër. Reagimi i drejtorisë vendore të policisë në lidhje me një video të publikuar në rrjetet sociale, në të cilën shfaqej një mitur brenda territorit të një shkolle duke mbajtur në dorë një send në dukje armë, ju bëj me dije se, menjëherë, pas publikimit të videos, shërbimet e komisariatit të policisë Krujë organizuan punën dhe bën të mundur identifikimin e tij, një 15 vjeçar. Gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e tij, shërbimet e policisë gjetën sendin në dukje armë që shfaqej në video, e cila rezultoi të ishte lodër. Nga ana e policisë po kryen veprime në bashkëpunim me strukturat përkatëse për sqarimin e plotë të rrethanave të rastit. Drejtoria vendore e Policisë Tiranë falenderon dhe fton mediat e qytetarët që të denoncojnë rastet e paligjshmërive në çdo formë të shfaqjes së tyre në numrin 112, duke ju garantuar reagim të menjëhershëm.